Kurse për me Kosovë është ushqimi im i preferuar. Po kont dele me buk, kaq. Madje kur jam kthyer, se jam doktor kur isha në Angli në vit të parë, kur mbarova gjimnazin, edhe kur jam kthyer në aeroport nuk më njohën as prindër. Edhe marr vesh më vonë që më kish përveç se bëm parametra gjë, më kishte bërë analizë, kishte thënë atij doktorit atje që bëjtë analizë për drogë, shikoj mos ka marrë diçka kështu. Që të dilja mirë me mësime dhe prapë thëja vetes që do të mësoj se do më bërtasin në shtëpi, do më bëjmë fjalë në shtëpi dhe prapë gjeja vetëm duke parë nga dritarja, ktheja atë tabela dhe ishte plot me formula në matematike dhe isha thjesht gjithmonë si t'ja bëj çfarë duam këto dhe thjesht si të mbijetoja derisa të mbaronte shkolla. Kam përshtypjen që ka qenë një lloj forme arratisje, se njeriu mendon që mund t'i arratisë probleme dhe gjërave që ka duke ikur jashtë shtetit. I mirë i Shqipërisë që mori këtë boom me turizmin, si ka mundësi që të gjithë domethënë e kanë patur këtë, kush nuk ka kaluar mirë jashtë, gjithë ka patur një lloj forme traume. Unë gjëja e parë që i thoja prindërve kur vija nga shkolla për pushime ishte më hiq valixhen se nuk dua ta shikoj. Se mos ta rinovojmë me pak sakrificë, sepse prindërit e mi siç ti e di janë shumë punëtorë dhe janë njerëz që sakrifikojnë shumë për punën. Edhe ti ke marrë nga ky deli i prindërve. Jo dhe aq, unë jam për tacë në sytë e tyre. Sa e rëndësishme është një review? Normalisht për biznes, profilit tënd është e rëndësishme. Po brenda vetes, mërzitet shumë kur merr një review negative? Po, totalisht, po. Një rast ishte që ti ushtrin në korridor pasi bën check-out-ën dhe po flinin aty. Që kur jam bërë vetë, domethënë që kam diçka të ngjashme, sepse fillon e shikon detaje akoma më. E di kur mund ta shmangin diçka, e di kur mund t'i bien shkurt në diçka që nuk duhet t'i bien shkurt, që është pak problematike. Mos ulni çmimet, por rrisni shërbimin. Unë vërtet marr kënaqësi kur klienti është i lumtur. Ama më jafton një klient që të thotë diçka dhe ta heq kënaqësinë e 10 klientëve që të kanë dhënë fjalë. Shkon në Michelin Star restorante dhe pretendosh të paguash pak dhe ta ankohesh. Ai është Michelin Star për një arsye. Di që mua në spital më vunë emrin babi që qan. Se vetëm qaja. Bëj konkurrencë me babyn, my babyn apo babin? Jo, baby ishte shumë i mirë, nuk u ndjente, thjesht erdhën doktoresha dhe thanë, "Ha babi, ndalove si qari." S'na la rehat ky, sa xheloz sot që kisha muhabet unë me ty. Do fillojmë, s'do fillojmë. Me countdown me 3, 2, 1. S'na le të flasim për këto. Pikturat printet. Printet. Po ti, a je profesionist apo? Po e di, po e ke parasysh që është bërë shumë trend që në vend që të marrin piktura reale njerëzit tani thjesht i printojnë. Mund të ketë secili Van Gogh në shtëpi. Po. Hergi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam sot tu. Kënaqësi që të jem këtu. Tashi, para se të vihet ti këtu, po mendoja si ta ngacmoj Ergin me ndonjë gjë kështu specifike. Edhe futem te profili jot, edhe ti e përkufizon veten si cigan i art. Dhe përshesh me kos. Ndërkohë që përsheshin Shqipëriat me qumësht. Okej. Ne nga fshati i Fierit e kemi ngrënë me kos kur kam qenë unë i vogël, po. Prandaj profili është i mbyllur, që njerëzit mos ta shikojnë shumë. Unë kur kam qenë i vogël kam qenë bjond, por tërë jetën më kanë thënë Jevg kur kam qenë në shkollë. Edhe thash diçka që duke cool, kështu se duhet dukemi cool në Instagram ose më përpara tani jemi dhe print, profili është i mbyllur, nuk është. Kurse për me Kosovë është ushqimi im i preferuar. Po kos dele me buk, kaq. Po kur zgje kos dele se bën? Nuk haj fare, kosin e berë nuk e kam qef. Nuk ka shije. E bën vetë kosin? Jo më, por që e bënin prindrit deri vonë. Edhe prapë është gjithmonë më ndryshe, se jam shumë tek ajo si sa herë që iki sa më larg Tiranës, është gjithmonë e ka dua si të thartë dhe plot me shije. Edhe sa herë që iki te gjyshi në Fier, është si ka mundësi është e njëjta shije si përpara 25 vjetësh ku diun që isha atje te ata. Po sepse është shumë shibio ka mundësi. Nuk e kam iden, por që këto janë arsye dhe preferoj gjithmonë ta vë humorin kudo që jam ose të jetë diçka ta bëj jo aq serioze gjën. Njerëzit e marrin shumë seriozisht Instagramin dhe doja ta bëja pak si me këtë ide, jo për të dhënë atë seriozitet dhe fotot aq të kuruara. Okej, mendoj që janë pak artistike fotot në një lloj forme kur i hedh, por që jo gjithmonë me pak humor, me pak karagjozllëk brenda dhe captionsat gjithmonë çik karagjozë në një lloj forme. Gjithmonë shpreha të anën tënde.
Po, deri diku, po thjesht Ky cigani art ka të bëjë me thjesht që të thrisnin prej ngjyrës lëkurës së tillë apo thjesht tani un kam mësuar. edhe këtë se kur për kufizojmë cigan, imagjinojmë gjithë atë shpirtin e lirë. Ndoshta e ke bërë edhe për këtë arsye? Besoj se dhe ajo duhet të ketë qenë. Në fakt, po më shumë është ideja që unë jam munduar të jap pak humor bullizimit në thonjza, se edhe i shëndosh kam qenë. Boli, gjithmonë boli lihet në port, unë isha në port. Edhe më ka shoqëruar të jetën dhe jam munduar të jap humor gjithmonë situatave që mund të jenë pak kënaqshme. Edhe më mirë me humor edhe se sa ana e kundërt e asaj që gjithë e dim që nuk është shumë e lumtur. Por që njerëz jemi, gjërat mund të ndryshojmë, ngjyrën e lëkurës jo dhe aq, por që pjesën tjetër që mund ta ndryshojmë. E ke kaluar këtë pjesën e bullizimit? Totalisht. Se dija që ke qenë i shëndosh? Kam qenë shumë i shëndosh, kam qenë nuk e dalloja se isha dhe pak i gjatë, po kam qenë për trupin tim 120 kg është pak shumë. Madje kur jam kthyer, se jam dobësuar kur isha në Angli në vit të parë, kur mbarova gjimnazin, edhe kur jam kthyer në aeroport nuk më njohën as prindrit. Erdha 78 kg. Edhe isha goxha i dobët. U dobësova në mënyrë të pashëndetshme, me thënë të drejtën, se nuk dija si ta bëja ndryshe dhe thjesht e kisha ndarë mendin që s'doja të isha më boli. Edhe ja dola dhe ishte pak e pashëndetshme. Prindrit e mi madje më pyesnin mos ke marrë drogë ose ke bërë ndonjë diçka që je dobësuar. Edhe kur vi në Tiranë më thonë duhet bëjmë check-up vjetor siç bëjmë gjithmonë, të kontrollojmë që jemi okay, bëjmë analizat e gjakut e gjëra. Edhe marr vesh më vonë që më kishte përveç se bëm parametra gjëra, më kishte bërë analizë, kishte thënë atij doktorit atje që bëjte analizë për drogë, shikoj mos ka marrë ndonjë diçka kështu. Aq drastike ishte. Por që më mirë erdhi pas vit asaj situate, çdo gjë shkoi më mirë. Mësova si të haj shëndetshëm pastaj, mësova si të kujdesem për trupin, si të bëj palestër, si të bëj stërvitje. Edhe jeta është më e shëndetshme ashtu mendoj. Po, pastaj bëhesh vartës, kur bëhesh i shëndetshëm, bëhesh vartës ndaj gjërave të shëndetshme. Po, mundohesh, nuk do ta humbësh atë, se është një farë arritje dhe është si një farë medalje që mund ta humbësh. Edhe humbet shumë. Është si një status që s'do ta humbësh se e ke arritur me mund. Një muaj duhet që ta humbësh komplet gjithë, një muaj të pish birra dhe të hash keq edhe e kuptoj atë kënaqësinë. Është një lloj kënaqësie që merr momentalisht kur ti ha junk food, ti ha hamburger, pica dhe është kënaqësi më vetë dhe ajo, por kënaqësia më afatgjatë është kur ti ruan shëndetin duke ushqyer shëndetshëm, duke u parë para pasqyrës, duke hequr personalisht duke hequr bluzën në plazh pas siklet, që një gjë që unë e kam bërë deri vonë. Kështu që fiton më shumë me durim se sa duke rënë pre. Gjithsesi kemi cheat days, kemi ditë që bëjmë hile, një ditë në javë unë ja toleroj vetes akoma të marr një hamburger. Po, ato s'mund të jetojmë dot. Edhe gjithmonë nuk është asnjëherë pizza fancy, është nga ato pizzat e lagjes, ato dua më shumë. Pizzat e lagjes. Ato me brumin e keq me zor të Jo, nuk është i keq, është brum fantastik, është brum i trash i rënd, mua më rëndon dhe kënaqem. Po, prandaj thash i keq për stomakun, jo për nepsin. E di që unë më shumë vuaj me ato brumin napoletan që i bëjnë kështu si Po, me ato vuaj më shumë me stomakun, kurse të tjerët janë shumë rehat. Që ke si Albani dhe ajo do sa më të mushë brumin. Se di pse gjithmonë del në temë kë. Albani që ka GW podcastin? Po, ka i që merr meritat gjithmonë. Ergi me që përmende Anglin. Ti ke studuar atje për sa vite? Po, mbarova vitin e fundit gjimnaz dhe bacheloren pastaj më pas. Nuk vendosa mos se bëj masterin pas shumë kundërshtimesh me prindrit me idenë që pasi e lë shkollën nuk i rikthehesh më kurrë dhe unë atë doja të bëja, nuk doja të rikthehesha më kurrë edukimin, nuk më ka pëlqyer. Pse? Si njeri nuk ri dot mbyllur për shumë orë. Përveç kësaj, që i vogël nuk kam padur nuk e kam padur me qef, nuk kam padur dëshirë. Doja të dija ato gjëra që doja të dija dhe kur nuk kisha interes, padashje gjeja veten duke parë nga dritarja. Gjithmonë e shikoja veten megjithëse ishte frika në shtëpi që nga prindrit që a ke mësuar edhe që të dilja mirë me mësime dhe prapë thoja vetes që okay, do të mësoj se do më bërtasin në shtëpi, do më bëjnë fjalë në shtëpi dhe prapë gjeja veten duke parë nga dritarja, kthehesh atë tabela dhe ishte plot me formula në matematike dhe isha thjesht gjithmonë si t'ja bëj ç'a duam këto dhe thjesht si të mbijetoja derisa të mbaronte shkolla.
Për çfarë studiove në Angli? Edhe pse shkove atje? Të quan prindrit apo ishte një zgjedhje e jotja? Kam përshtypjen që ka qenë një lloj forme arratisje. Se njeriu mendon që mund t'i arratisë probleme dhe gjërave që ka duke ikur jashtë shtetit. Që atëherë për shumë arsye familjare, mendova që do isha më rehat atje, pavarësisht se isha rritur me një frymë se shkolla angleze me drejtoreshat angleze dhe ishim rritur me një frymë Angli gjithmonë shkollat më elitare, të gjitha unë nuk isha për edukim elitar, gjithsesi ideja ishte që do bëja shkollë për arte, për dizajn. Që më beso është e njëjta gjë si në Shqipëri, madje edhe në Shqipëri janë shumë përgatitur, është totalisht e njëjta gjë. Kush është i aftë në profesion mund t'ia dali, por që këtu ka njerëz vërtet përgatitur që janë artista në fushën e dizajnit. Nga të gjithë njerëzit që kam komunikuar në këtë aspekt, i pari që vlerëson sistemin arsimor në Shqipëri. Dora e parë mund të them që unë kam mësuar më shumë në punë këtu, nga kolegët e mi që kanë mbaruar të artet dhe japin mësim aktualisht të artet, nga ata kam mësuar më shumë për profesionin sesa nga shkolla atje në vetvete. Shkolla është eksperiencë, universiteti është eksperiencë. Është thjesht punë kërkimore, nëse ti ke dëshirë do bësh punë për kërkimore dhe do pyesësh tutorët që i thonin ata atje, por që nëse nuk ke dëshirë, dhe mund të marrësh the bare minimum, që i thonë bazën më normale të gjës. Kam përshtypjen që kështu është pak a shumë për gjitha shkollat, më shumë është eksperjenca e të jetuarit atje, se sa çfarë mësova vërtet në universitet. Këtu nuk e di se si është të mësosh, por di të them që pak a shumë e njëjta logjikë është. Nëse ti do të provosh diçka të re, nuk e di se dizajni është pak e shpërndarë, se ne mund të bënim dhe fotografi, për shembull, të bënim dhe screen printing, ca metoda të vjetra të dizajnit, por nëse do e marrim për sa të hy në punë tani për ty që të fillosh punë diku, screen printing dhe metodat e vjetra të dizajnit, sa hyn në punë në digital marketing, që këtu është bota që gjejnë më shumë dizajnerat punë. Mendoj që janë vërtet përgatitur. Gjithsesi, Anglia për mua ishte një eksperiencë. Ishte eksperiencë pozitive? Totalisht pozitive. Sa do e vështirë, unë vetëm pozitive mendoj. E vështirë ishte. Nuk ishte fare e lehtë. Në çfarë aspekt ishte e vështirë? Në aspekt social kryesisht. Koha, gjithashtu. Moti. Mendoja, përpara se t'ike në Angli, unë dashuroja shiun, isha edhe adoleshent, më kupton, edhe dashuronim shiun, të rinim mbyllur. Sa herë që vija në ver, kam një shok që më thotë, ne po djersisnim, po kullonim djers, ishte 40 gradë, kurse ti rrien diell dhe merrje rreze. Unë asnjëherë s'kam lënë mësimin në jetën time, po në Angli e lija mësimin kur dilte dielli dhe shkoja pija kafen, kafenen time të preferuar. Sepse dilte dielli rrallë, edhe vërtet rrallë. Ke pasur arsye të fortë? Ishte arsye fort, po nuk është se thonë që në Angli bie shi, se kjo është gjë që thonë për filma, nuk është shiu problem fare, nuk bie aq sa që bie në Tiranë kur bien shira. Por thjesht nuk shikon qiellin blu, jo më diellin. Kjo ishte problematike për mua të paktën ato kohë. Edhe jeta sociale kuptohet. Masi mbarove studimet, u ktheve direkt në Shqipëri apo i le për gjys? Isha pak me mëdyshe, jo, i mbarova studimet, isha pak me mëdyshe për të kthyer apo jo, se normalisht ishte bërë shtëpi. Por që nuk kam asnjë pendes tani, se atëherë për kohën kishte luhatit e veta, madje një herë tentova të kthesha përpara Covidit, por që nuk eci. Se erdhi Covidi. Por ndjej nostalgji sa herë që iki, por nuk e imagjinoj më për të jetuar atje, sa mos në kohët e fundit që nuk është bërë, që mendoj që është bërë gjithmonë më keq atje situata. Çfarë shoqërie kanë patur që kanë qenë internacional, të gjithë kanë hikur, dhe ky është problemi, shoqëri do bësh me internacional. Anglezët rrinë me shoqërinë e tyre që kanë që nga fëmijëria, ndoshta nuk e di më vonë. Është diçka që po flisnim edhe jashtë kamerave. Është shoqëri e vështirë? Në kuptimin janë kështu paragjykues që të bëjnë shoqëri anglezët me një person që s'është vendas? Nuk e besoj fare madje. Janë shumë të hapur, është thjesht ideja që një duhet gjesh karakterin e personave që përputhen me ty, si në çdo vend. Tjetra është thjesht ai duhet zgjedhë me kë do bëhet. Ai do bëhet me ata që do më shumë, që është shoqëria e fëmijërisë. Ja dhe do s'do unë i bie përfundoj vetëm. Më mend për të kursyer lek bilete gjithmonë, për Pashk për shembull, qellonte që marrin 2-3 javë pushime, diçka e tillë. Ata shkonin nëpër shtëpitë e tyre, se merr makinën ose i merrnin prindërit, kurse unë rria prisja që të fillonte prap. Edhe ishim thjesht 2-3 javë me konvikte të bosh, vetëm, edhe nuk ishte e lehtë. Po, kuptoj. Vendimin që more për të kthyer në Shqipëri,
Çfarë të shtyju? Se shumica e shqiptarëve, edhe sot, jo vite më parë, po edhe sot që për mendimin tim shoqëria është globalizuar edhe nuk është më ai diferencimi si ti jetosh në Shqipëri edhe në vend tjetër, nuk është aq e theksuar. Po te shqiptarët e bëre gjithkohës që duan vetëm të largohen. Edhe për këtë arsye jam shumë kurioze ta di dhe kam pasur edhe të ftuar të tjerë që e diskutojmë këtë temë. Çfarë të ka shtyrë ty që të jetosh në Shqipëri? A ishte rastësia, totalisht unë jetoj në Shqipëri aktualisht. Ishte rastësi që 2 herë që tentova të iki nuk ndodhi. Herën e parë ishte prej Covidit, herën e dytë ishte për shkak se për një gabim aplikimi nga punëdhënësi nuk u realizua viza, se unë do ikja në Suedi, mora një ofertë pune në një kompani shumë të mirë, isha designer, kushtet e punës, çdo gjë ishte shumë mirë. Por ishte thjesht rastësia që unë përfundova këtu dhe kam përshtypjen që ishte fati im i mirë që unë jam këtu tani. Sepse është fati i mirë i Shqipërisë që mori këtë boom me turizmin. Ndoshta edhe marketingu që është kryer, besoj, edhe shumë faktorë, po unë besoj në 2019 mos gabohem, ishte shkëndijat e para që do kishte turizëm në Shqipëri edhe mendoj që është diçka e re që nuk ishte më përpara. Turizmi në Shqipëri ka qenë nga shqiptarët që vinin nga jashtë edhe Po, thjesht nga emigrantët. po, por ky është një lloj turizmi që bëri për shumë shqiptarë që nuk ishin biznesmena të kësaj fushë të përfitonin me Airbnb në forma të ndryshme, në qoftë me makina me qira, të gjithë kanë përfituar dhe sa prej fatit ose u gjendën rastësisht, imagjino, disa linje dhe makinën personale bie fjala për datën me qira. Në Booking ti jep mundësinë që të lësh makinën me qira ose të marrësh dikë nga aeroporti për shembull taksi dhe kur nuk je, fitosh para në një lloj forme, Uber jo zyrtar në një lloj mënyre. Kështu që është fat, besoj, që jam këtu. Nuk është se do ishte zgjedhja ime. Por nga njëra anë kur e mendoj, oferta e punës në Suedi ishte në veri të Suedisë, në një vend që quhet Luleå, edhe atje në dimër nuk ka diell, edhe në verë nuk perëndon dielli. Unë kam qef të jap dhe motorin dhe diskutoja me atë kur shkova për intervistën deri atje, që u deshin ja 3 aviona dhe mendoja, 3 aviona larg shtëpisë. Sa e Mirë një po 3. Sa e lehtë do jetë. Gjithsesi arsye për të përgjigjur pyetjes para arsyeja pse u ktheva në Shqipëri, kam përshtypjen që ishte një nostalgji mashtruese që kështu e quaj se e tillë është, ishte një nostalgji mashtruese që në vështirësitë e mia në gjendjen time emocionale që isha atëherë që nuk ishte gjendje e mirë, më bëri të mendoja që Shqipëria do ishte vendi i duhur për mua për të qenë afër me familjen dhe me njerëz që kam afër zemrës. Edhe ashtu ishte në fakt, nuk bëra më mirë. Si ka mundësi që të gjithë domethënë e kanë patur këtë, kush nuk ka kaluar mirë jashtë, gjithë ka patur një lloj forme traume. Unë gjëja e parë që i thoja prindërve kur vija nga shkolla për pushime ishte më hiq valixhen se nuk dua ta shikoj. Nuk e shikoj dot valixhen. Po, sepse të kujtote. Më jepte një lloj ankthi gjithmonë. Edhe sa herë vinte shtatori, unë mund të kisha bërë një vit që kisha ardhur bie fjala dhe sa herë vinte shtatori më duket sikur do mbushje valixhen dhe do duhet ikja prapë. Edhe më jepte një lloj forme ankthi tjetër. Kështu që kam përshtypjen që e gjitha nuk mendoj që është kultura, se një njerëz që do të adaptohet, por kryesisht qëndron te njerëzit. Duhet të kesh njerëzit e duhur afër që ti t'ia kalosh mirë. Plus jemi në një moshë që askush nuk do të bëj shok të rinj. Ose familjen, jo të gjithë duan të lëvizin, nuk e merr. Ergi sapo ka kaluar 50 edhe nuk ka moshë për shok. Jo, është gjë që jam shumë i lumtur me shokut që kam. Po e kuptoj. Jam shumë i lumtur me shokut që kam, edhe nëse do dilte dikush tjetër që do adaptoheshim edhe do rastësia, por nuk është se kërkon aktivisht për të bërë shok të rinj. Se ti kur shkon jashtë shtetit do bësh shok për shkakun me anglezë, po ata nuk duan të bëjnë shok të rinj, ata kanë një jetë, kanë një lifestyle, ti përfundon vetëm. Nuk besoj që është. Po sepse në shoqëri që tashmë ke ndërtuar, ke edhe një histori, ke ndar momente të vështira, të bukura, ajo në fundit e bën po lidhjen. Edhe tani është edhe puna që rastësisht e nisa këtu në Tiranë që nuk do them më ban të angazhuar aq sa në fillim, por është një punë që
prej fatit gjithmonë dhe Pikërisht e puna desha të dalë. Pse o që e dorë nga dizajni, edhe fillove në një profil që ka të bëjë me akomodimin. totalisht jashtë profilit tim edhe pas një farë eksperiencë në fakt. Unë e them gjithmonë që kur nuk di unë dëgjoj dhe nuk kam fare probleme egoje ose diçka e tillë. Edhe kur nuk dija, edhe isha në pritje të dokumentave për Svedi, por po dukej që po vononin pak si shumë. Edhe mami më thotë, ne kemi shtëpinë e vjetër që rinim në kat të dytë. Edhe ajo u ka pas për dorë më parë gjithashtu për hotel, për asnjë gjë serioze. Pse mos ta rinovojmë me pak sakrificë? Sepse prindrit e mi, siç ti e di, janë shumë punëtorë dhe janë njerëz që sakrifikojnë shumë për punën. Edhe ti ke marrë nga ky delli i prindrit. Jo dhe aq, unë jam për tacë në sytë e tyre. Por edhe më thotë që hajde bëjmë diçka, përse të rish kot. Edhe okej, dakor. Me shumë sakrificë, duke u futur dhe vet atje, duke thyer, duke çarmure me leje, me të gjitha. Po, erë shumë i rregull nga ky aspekt. Me posaçme. E rinovuam edhe thjesht duke mësuar me punën pastaj, ishte rastësi shumë e çuditshme dhe ne e përfunduam atë në fund gushti, pra fiks kur mbaron sezoni. Edhe ideja ime ishte që le të ofrojmë diçka më pak se të tjerët, për kualiteti i kësaj duhet të jetë shumë më shumë, kualiteti çfarë ne ofrojmë duhet të jetë shumë më shumë i lekëve që ne do marrim për pagesë, të ofrojmë dhe më shumë se bizneset e tjera që bëjnë të njëjtën gjë. Ne idenë që ne të tërheqim klientët e fundit që kanë mbetur për të ardhur në sezon, edhe të habiten kur të futen në dhomë. Domethënë, ideja ime është që të rrisja review-t në këtë lloj forme. Se Booking në këtë mënyrë punon. Review që ti merr sjellin më shumë njerëz. Edhe nuk e di sa e sukses me sa ide zgjuar ishte, por që në një lloj forme funksionoi, ndoshta ishte thjesht fati. Por që merrja një lloj kënaqësie kur vinin njerëzit dhe habiteshin që po paguanin atëherë kisha 35 euro nata, më duket. Paguanin 35 euro nata dhe dhoma duken në atë lloj forme dhe mëngjesi ishte gjithashtu i përfshirë. Edhe kam mundur t'i ruaj akoma review-t e mira që me të njëjtin sistem. Sa e rëndësishme është një review? Normalisht për biznes profilit tënd është e rëndësishme. Po brenda vetes, mërzite shumë kur merr një review negative? Po, totalisht, po. Normal që po. Më përpara u bënim helm. Po fillova të mësohesha me idenë. Një gjë që më ndihmoi nga Anglia në fakt është që pak a shumë e kuptoja shumë mirë se si janë të huajt, sepse kam dëgjuar shumë debate që janë bërë kohët e fundit për llojin e turizmit që po vjen në Shqipëri. Janë thjesht njerëz normal, nga kulturat ndryshme, që kanë dëshirë të shpenzojnë në forma të ndryshme. Shpenzojnë shumë të huajt me që dole në këtë normal temë? që jo. Në Shqipëri nuk shpenzojnë shumë. Po, kryesisht nuk shpenzojnë shumë. Paktën me eksperiencën time, se tani nuk mund të them që kam lexuar statistika. Eksperiencën tënde po flas, me që ke një biznes që merresh me nuk duan të shpenzojnë. Gjithë e dinë, domethënë çfarë paktën kemi eksperiencë tashmë me llojin e turizmit që po vjen, nuk është se kam dëgjuar shumë ofendime për turistat që vinë në Shqipëri. Edhe nga njëra anë është pak irrituese dhe e kuptoj shumë mirë atë pjesë, por ata ecin me lapse letër, çdo gjë e llogaritur. Nuk e di, kam përshtypjen që ka një ideja është që ka hapësirë dhe ka zgjedhje për çdo njeri dhe grupe të ndryshme. Shumica kështu janë, duan diçka modeste, duan diçka të pastër, duan diçka të bukur edhe ekonomike. Besoj që shqiptarët kanë mundësi ta ofrojnë këtë gjë. Unë kam patur eksperiencë me shumë klientë që më thonë, kjo dhomë në Gjermani do ishte 150 euro nata. Ja, unë them, okay, fatyt që je në Shqipëri, ne ta ofrojmë këtë, edhe ti dalësh i kënaqur, një review e mirë, të lutem, nëse asnjëherë nuk e kërkoj review, se bëj shaka, asnjëherë kam shumë siklet. Nuk e di, a ka biznese në fakt që e kërkojnë review. Po se di asun. Në fakt review për shtypja duhet të jetë merituar, jo e kërkuar, normalisht, ashtu duhet të funksionojë. Jam shumë dakord. Ke turist shqiptar? Shumë pak. Shumë pak. Kryesisht të huaj vetëm. Mund të bësh një krahasim si janë? Do jetë pak e vështirë. Nga eksperienca jote po flas. Po janë aq shumë të pakët shqiptarët që kanë qenë edhe nuk mund t'i përkufizoj dot për shkak se nuk janë shumë, po
ato pak shqiptarë që kanë qenë të rritur ose mos them të lindur dhe rritur në shtetet nga ku kanë ardhur edhe a mund të quash vërtet kulturë shqiptare. Pastaj është pak vulgare, por nëse të tjerë që interesohen për të zënë dhoma, interesohen për të zënë dhomë me orë, nëse janë shqiptar cilët ne nuk i pranojmë normalisht sepse një biznes i qetë familjar, edhe preferoj më mirë që dhoma të qëndroj bosh se sa të humbasi atë pastërtinë në fornë. Para kuptoj. Ke pasur ndonjëherë ndonjë eksperiencë të çuditshme me klientët ose ndonjë pretendim jashtë realitetit? Po, thjesht nuk i vë dot gishtin diçka që mund të jetë më argëtuese për të thënë, por që normal që po. Një rast ishte që thjesht u shtrin në korridor pasi bën check-outën dhe po flinin aty. Ky ishte një rast interesant. Pse? Thjesht sepse ju fliheshin gjumë dhe fluturimin e kishin në darkë. Ja dhe vendosën të flinin në korridor. Edhe mënyra si e marr vesh unë është që më merr një klient dhe më thotë, "Përse ka njerëz që po flen në korridor?" Që nuk është fare një pamje e mirë për një biznes që të ndodhi kjo. Kjo është një nga ato raste. Një nga gjërat e tjera është që besoj që shumë biznese do ta kenë këtë. Mëngjesin e kërkojnë ndonjëherë, ne do ikim jashtë orarit mëngjesit, thonë, kështu që na para paketo që ta marrim me vete. Kjo është më normalja, kjo ndodh tërkohës. Se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë. Po, me të huaj kjo është gjë më normale. Të irriton pak fare, por që duke qenë se ti kërkon review të mira, normal që do e bësh. E gjithmonë me buzëqeshje në fytyrë. Edhe këtë ju them edhe punëtorëve që gjithmonë me buzëqeshje në fytyrë. Edhe nëse nuk e kupton, buzëqeshi dhe nxirr Google Translate, s'ka gjë. Gjithmonë. Si ka qenë rrugtimi jot në biznes? Duke qenë se edhe në një moshë relativisht re kur e ke nisur, edhe tash vazhdon të jesh më. Po. Është interesant. Sidomos në Shqipëri, më intereson shumë. Si e shef ti klimën e biznesit këtu? A ke hapësira që të rritesh apo shtetit të ve bryla, pengesa? Tani kjo është pak a shumë fushë e re. Në sensin që fushë e re në sensin që u bë free for all për të tërë. Të gjithë kanë mundësi ta bëjnë. Edhe rregullat kanë qenë relativisht të reja. Nuk mund të them që na kanë vënë lakun fyt, jemi sinqert. Por të duhet një ekonomist i mirë, që po i ndjek ligjet dhe të thosë çfarë duhet bësh. Iva të përshëndes. Më kanë ndihmuar pafund për shembull e ime me dokumentat, me çdo gjë që unë duhet bëj. Unë nuk kisha eksperiencë, nga do t'i mësonim neve këto, i kemi mësuar në shkollë. Tani nëse prindrit i ke rrogtar, din prindrit të mësojnë se si duhet hapësh ti NIPT-in ose Jo. Në rastin tim të re që hapa TVSH-n, duket jo, çfarë quaj ajo, SHPK e quaj kjo e imja tani. Se për projektin tim të radhës që do flasim këtu. Pra ka aq shumë gjëra që ne nuk i dim, por i di në këtë rast nuk e di ku duhet drejtohesh. Unë u drejtova rastësisht te ekonomiste dhe ajo më ndihmoi me të gjitha. Ka një farë procedure që duhet bësh që është më së drejtë. Duket sikur janë kleçka kot më kot, por nëse ti je një host dhe po pret njerëz, ke përgjegjësi për atë. Ndoshta por jo, të jemi sinqert, çdo gjë ishte e thjesht duhet të dish ku të drejtohesh. Qoftë higjiena që duhet ta bësh, të jemi sinqert, higjiena është shumë e rëndësishme. Sidomos në profilin tënd është bazë. Po, është shumë e rëndësishme. Te zjarri do të marrësh dhe atë certifikimin e zjarrit dhe çfarë të gjitha ato, domethënë janë detaje shumë të rëndësishme që duhen. Pra nuk janë kleçka kot, siç mund të thonë shumë veta që shteti të varet të vijë lek, më kupton, janë gjëra për mua shumë të rëndësishme. Ishin stresuese normalisht, prit njërin, prit tjetrin, ku të shkojë kjo. Përveç kësaj anës burokratike të biznesit, po flas si klim që ti të rritesh edhe të arrish ato pritshmëritë që i vendos vetes. Pritshmëritë e mia arritën duke kursyer, me thënë drejtën. Nuk mendoj që është shteti që më privon për të shtuar dhe për të bërë më shumë. Jo vetëm shteti, po edhe kultura e njerëzve, konkurenca jo e ndershme. Në të gjitha aspektet. Unë mendoj që kjo konkurenca jo e ndershme që ekziston, nuk mendoj që e ka afektuar tregun e turistëve të huaj që ne kemi. Konkurenca jo e ndershme më duket se ka përfituar me elitën, kryesisht me elitën shqiptare, nuk mendoj që ka afektuar fare turistat që vinë te na. Turistat që duan të shpenzojnë pak. Nuk mendoj që turistat, ata që janë në masë, gjithmonë flas pas statistika, ata që janë në masë nuk mendoj që duan të harxojnë më shumë se 50 euro nata mesatarisht. Edhe mendoj që për ata lloj klientësh ka punë për gjithë. Unë kur e nisa pa pik marketingu, nuk bëra asnjë lloj marketingu. Edhe me thënë të drejtën nuk është e nisa për të pritur sa të hikja në Suedi dhe doja lija prindërve si biznes.
Ndërkohë Suedia nuk u bë dhe unë qëllova që u mora me këtë gjë, pa marketing fare. Totalisht me booking, duke u bazuar totalisht që a do eci apo nuk do eci. Dhe vetëm me marketing në thonjza që mund të kem bërë unë ishte çmimi i lirë që të klientit të habitet kur të vi dhe të lëri një review të mirë. Edhe gjithmonë me idenë e surprizës që të pret diçka e bukur dhe gjithmonë e pastër. Pastërtia shumë e rëndësishme. Është diçka që kemi folur edhe më përpara bashkë dhe unë mundohem që të mos kursehem në asnjë lloj mënyre për sa i përket pastërtisë. Qoftë punëtorët edhe te detergjentët e duhur të posaçëm. Si e shef të aspektit, jo vetëm si përmarrës në këtë fushë, po kur je klient këtë tjerët. Ky është problem tani. Në Shqipëri. Tani ky është problem. Që kur jam bërë vetë, domethënë që kam diçka të ngjashme, sepse fillon e shikon detaja akoma më. E di ku mund ta shmangin diçka, e di ku mund t'i bien shkurt në diçka që nuk duhet t'i bien shkurt, që është pak problematike. Është diçka që unë përpara nuk e kisha kurrë në mendje. Të thjesht s'ke qenë i vëmendshëm. Jo, nuk i kam qenë i vëmendshëm, kuptohet që dhomën time e kam mbajtur pastër dhe kam bërë sa kam mundur gjithmonë, po është disa gjëra i merr të mirë qena. Në sipërfaqe mund të duket super pastër, nëse futesh pak me vëmendje, nuk është aq e rehatshme. Si mendon sa mangësi kemi ne si shërbim në aspektin e turizmit, jo vetëm te higjiena, po edhe në shërbimet të tjera po flas. Është një zonjë që ka folur më mirë se unë dhe është profesioniste e kësaj fushë, Gladiola quhet, është dhe ka thënë që problemet për shembull për turizmin këtë vit që mos ulni çmimet, por rrisni shërbimin. S'ka asgjë tjetër që mund të thuash, domethënë, ai ka thënë gjitha vetëm me kaq. Sepse shërbimi flet për veten e vet. Nëse do ishte shërbimi i mirë, gjithsesi unë mendoj pak më ndryshe. Unë mendoj që çmimi duhet vendosur me integritet në formën që ti vërtet beson që ajo ka vlerën e asaj që ti po kërkon. Ajo çfarë ti ofron, ta justifikoj çmimin që i vendos pa. Unë kështu mendoj dhe kështu kam dëshirë të punoj gjithmonë. Money for value. Unë lumturohem kur shikoj një klient vërtet të kënaqur. Kjo është një nga kënaqësitë që marr, përveç atë pjesës tjetër që po flisim bashkë çfarë gjithashtu që është problemi më i mirë, është kuptohet edhe në pagesa në fund kuptohet për që unë vërtet marr kënaqësi ku klienti është i lumtur. Ama më mjafton një klient që të thotë diçka dhe ta heq kënaqësinë e 10 klientëve që të kanë dhënë një fjalë pozitive. Sa klient pa lumtur ke pasur ti? Tani. Se e di që në fillimet e tua, kur kemi pirë një kafe bashkë, ke qenë shumë i demoralizuar nga një review negative. Prandaj ta nxora në temë që i merr shumë personale. Ose i quaj atë pa drejta, ose i quaj sikur s'është e vërtetë, kur nuk është e vërtetë është ajo që një klient për shembull mund të lërë një review të keqe, sepse ti kërkon të bëj pagesën në fillim. Dhe ata thonë dua të bëj pagesën në fund, ose më preferojnë të shmangin pjesën e pagesës që në fillim. Edhe ti insiston që përse jo. Edhe mjafton aq që ai të lërë një review të keqe. Duket se ky duhet të jetë rasti që ishte atëherë. Mos ka shumë klient tek Anjuz? Jo aq. Po të kisha aq shumë, duke njohur veten time, do isha mërzitur dhe do kisha zgjedhur diçka tjetër, por që jo. Kryesisht njerëzit janë të mirë. Jo vetëm ata që vinë te unë, por që nëse merr pak më me sportivitet, mund të kuptosh që është i lodhur personi që ka ardhur tani. Ka bërë një rrugë gjatë. Transporti publik nuk është perfekt. Mund të jetë zënë me grua, me shfryr nervat aty. Mund të ketë ardhur nga veriu për në Kamës dhe ka parë një lloj trafiku që nuk i besohet. Është i lodhur nga fluturimi, pa gjumë, edhe gjithmonë më ka ndodhur që kam duruar, kam buzëqeshur, nuk kam qenë asnjëherë i pasjellshëm edhe kur mund tolerohet. Asnjëherë nuk tolerohet kur je. Okej, jo asnjëherë, por që edhe ditën tjetër ka qenë tjetër person, i buzëqeshur, më ka folur gjithmonë mirë, edhe është më mirë thjesht t'i japësh benefit of the doubt, që ta themi. Mund t'i lesh të drejtën e dyshimit. Të drejtën e dyshimit, po. Po e mira është që gjithmonë kur e vendos veten në vendin e klientit, siç e përmende që ke parasysh lodhjen e peripecit që kemi edhe këtu me infrastrukturën në Shqipëri. Unë kam përshtypjen që mund ta thyesh, më kupton, mund ta thyesh atë sjelljen e keqe të klientit me i buzëqesh edhe ti nëse i kthehesh mirë kur ai po të flet aq keq, ndodh shpesh që thyet edhe ndron komplet, domethënë manerizme, mënyrën e të folur. Se nëse i vazhdoni i flet keq, më keq do bëhet. Ne shqiptarët e kemi çik me zor këtë të qeshurën. Sidomos në shërbim, si mendon ti? Nuk e di. Ke tjerët, po flas jo ke vetin. Po e di, po me çfarë kam vënë kohët e fundit,
Se nuk besoj që kam ndruar vendet që shkoj dhe dal zakonisht, por gjithmonë kanë qenë të sjellshëm, kamarierët kanë qenë të përgatitur. Të njëjtat lokale që kam frekuentuar bie fjala që në 2014-ën që kanë filluar dal tamam, janë shumë të sjellshëm, janë të përgatitur. Ose pronarët po bëhen më të zgjuar dhe po trajnojnë stafin e tyre, nuk e di. Por që mua kryesisht të sjellshëm më kanë dalë, edhe të përgatitur në punën që bëjnë. Çfarë mendimi kanë huajt për shqiptarët? Me që të ke shumë klientë të huaj dhe normalisht të ke bashkëbisedime me ta, besoj edhe të lejnë në një... Unë mendoj që shqiptarët po bëjnë një punë shumë të mirë përveç jugut, jam shumë i sigurt për jugun çfarë po ndodh, por kryesisht ata që vinë nga veriu vinë të mahnitur, edhe vinë të lumtur, shërbimin kryesisht thonë gjithmonë në paktën me eksperiencën time që kanë ardhur vërtet shumë të lumtur, janë mahnitur nga sjellja e njerëzve, edhe largohen me impresionet më të mira. Problemi është që sipas statistikave është që nga profesionistët kjo që nuk po rikthejmë, që nuk po i rikthejmë. Njëjtë turist nuk po rikthehen. Nuk po i rikthejmë. Por ndoshta nuk kemi aq shumë për të ofruar. Në 2 javë mendoj që ata mund t'i kenë parë të gjitha. Se janë turistë aktiv, më kupton, janë turistë që ngjisin male, udhtojnë, marrin makinat, i çojnë kudo dhe ndoshta mund të se është kjo? Sepse unë personalisht në rast se një vend më pëlqen, edhe ty me sa kam bërë. Ke dëshirë të rikthehesh aty? Po, e di, po për shembull unë nuk kam dëshirë të rikthehem në jug, të bëj plazhin atje. Është e njëjta gjë. Nuk po flasim ti shërbimi dhe hoteli, por është e njëjta gjë. Dua të shikoj diçka ndryshe, jeta është e shkurtër. Dua të provoj plazhe të ndryshme, dua të udhtoj. Po kupton? Shpresojmë që të jetë kjo arsye që mundojmë të jem pak pozitiv, se shumë verë kishte këtë verë, kudo që flitej për turizmin dhe zhgënjim. Por që mund të jetë edhe thjesht kjo. Se di, sa reale mendon se janë këto statistikat? Do më thënë, janë të vërteta si përshtypje ose si pakënaqësi, apo fryen edhe një çik nga mediat? Nuk jam i sigurt të them për Jugun, po për Tiranën për shembull, që ka aq shumë mundësi akomodimi dhe vazhdojnë hapen të reja dhe janë pak a shumë praktikisht të gjitha të prenotuara gjatë sezonit. Do thotë që turizëm ka patur, thjesht nuk e di çfarë po ndodh me Jugun, nuk jam ekspert, por personalisht unë nuk është se kam ngelur totalisht i kënaqur se që kam shkuar atje. Qoftë për kushtet e akomodimit, ti nuk mund thjesht të shesësh një akomodim me kushte shumë të vjetra, që mos ta quaj skandaloze, vetëm sepse je në vit parë dhe po ofron detin. Money for value, më kupton? Për shembull, një intervistë që pash për Marina Bayn në Vlorë. Ai zotëria thoshte që kishte më shumë punë se kurrë, edhe puna vetëm po i shtohej. Edhe në fakt edhe mund të arrit ta besoj, pasi nëse ti ofron standarde 5 yje më lirë se shtetet e tjera, kjo bën sens që tjetri do të vi prap. Edhe puna do të rritet. Gjithë duan standardin me 5 yje lirë. Nëse është vërtet standard 5 yje që besoj se duhet jetë, se po fillojnë tani doja. Me që mdole të ky standardi me 5 yje, a ka vërtet standard me 5 yje në Shqipëri? Si mas eksperiencës tënde? Tani kjo zonja që është më eksperte se unë, Gladiola, është duke u marrë me këtë pjesën. Pra është trajnuese hotelerie dhe unë e di që po do bëhen më strikte avash me pjesën e kohës, vendosja e yjeve në bazë të standardeve, kategoritë. Pra ekziston edhe do jetë vërtet. Dhe këto që janë me 5 yje, ta garantoj që e kanë marrë parasysh standardet që duhet të kenë që ta ruajnë dhe të dalin vërtet me 5 yje. Nuk flas dot për të gjitha, nuk vë dot dorën në zjarr, domethënë, por që është diçka që po implementohet dhe ekziston. Jo, thash nga eksperienca jote, si e sheh? Nga eksperienca ime, unë kam një akomodim modest dhe... Jo ke biznesi? Jo, e di, por kam një akomodim modest edhe mua nëse është shumë më mirë se imja, më pëlqen, më kupton, nëse është diçka shumë herë më e bukur dhe 5 yje pastaj ka shumë kategori të ndryshme që ti të klasifikosh si 5 yje, jo thjesht bukuria e hotelit ose çfarë ofron. Janë me qindra kategori që duhet të jetë se s'bën, është një listë gjatë Exceli. Po, pa diskutim, duhet të kesh shumë... Kurse unë thjesht admiroj pamjen, admiroj cilëtetin e krevatit, admiroj pamjen e dhomës, se si duket dhoma. Rahatin. Se shumë njerëz e gjejnë në thjeshtësi, mjafton që të ketë kushte të bazë. Po, kryesisht ata. Jemi ne si shumë negativ në vlerësimin e turizmit. Si shoqëri, se
për mendimin tim ekziston dhe kjo që të gjithë shqiptarët duan të bëjnë pushime me pesyje, pavarësisht se nuk i kanë mundësitë. Edhe fillojnë a edhin vrerë, jo ai e ka shtrenjtë, jo shife sa shkon pjata këtu, shohim nëpër rrjetet sociale, foto, faturash e kështu. Çfarë mendimi ke për këtë? Se unë nuk jam dakord te kjo pjesë. Në rast se unë nuk i kam mundësitë që të përballoj një pushim me pesë yje apo një restorant që kushton minimalisht 100 euro pjata, unë nuk shkoj aty të bëj fota të them shisa e shtrenjtë është kjo edhe biznesi ma futi mua. Jam dakord. Personalisht nuk do shpenzoj aq, por gjithë duam provojmë ndonjëherë diçka. Jo, pa diskutim. Por nuk do ankohesha përse është aq. Nuk shkon në Michelin Star restorante dhe pretendosh të paguash pak dhe të ankohesh. Ai është Michelin Star për një arsye. Të gjithë e dinë për ju si është, nuk është asgjë e re. Përse ver për ver gjithmonë postojnë të njëjtat foto faturash? Gjithë e dimë si është. Okej. Provo diçka tjetër, provo diku tjetër. Greqia aty afër është, mund të shkosh në Greqi. Unë personalisht kam 3 vitet e fundit kam qenë në jug, jo për pushime të gjata, diku 4-5 ditë, edhe nuk kam përjetuar këto çmime ose këto pakënaqësi që jepet bujë nëpër media. Prandaj po të pyes. Përse nuk i ke përjetuar? Si kam përjetuar sepse unë ditë zgjedh, në kuptimin që shoh sa i kam mundësit, sa mund të përballoj, zgjedh ku do shkoj, ku do flej, ku do ha, edhe çdo gjë shkon okay, nuk ka nevojë për aq stres. Kjo është si të shkosh te, nuk e di, Gucci dhe të pretendosh të hapi dhe shapka 10 euro. Eksakt. Kaq është e gjitha. Po pse ndodh kjo? Është çështje kulture, jemi kështu të smiranjos si natyrë. Po. Ajo po nuk diskutohet, por problemi kryesisht për mua është social media, është Instagrami. Gjithë helmohemi nga Instagrami duke parë. Edhe të gjithë kam përshtimin që është totalisht ajo kurimi i Instagramit që po flisim dhe që parë që të gjithë duan ta kurojnë Instagramin e tyre në forma të ndryshme. Unë e kuroj në një mënyrë tallëse, në një mënyrë pak artistike, pak tallëse. Po, ti do të ekspozosh kura përsheshin me kos në Instagram, kurse dikush tjetër do të ekspozoj pjatën 100 euro. Po, eksakt. Shumica janë të kjo pjesë të përsheshin me kos. Është më jeta është më e lumtur. Jeta ime është shumë e lumtur me përshesh me kos. Pikërisht, kjo është fatkeqësia e shoqërisë sot që të gjithë duan të arrijnë ajo pjata. Ditë të them që turizmi kryesisht shumë më i lumtur ka qenë gjithmonë përveç veriut, mendoj që Pogradec, Korç, Berat, Përmet. Këto janë lokacionet, mendoj unë, që do sjellin turist më të lumtur. Nuk e di pjesën e rikthimit tim, sinqert, por e di që kanë sjell klient më të lumtur. Këto vende që përmend ti, të paktën nga eksperjenca personale, aty ndihet edhe më pak presion. Edhe ndihesh më i qetë. Edhe vjen me një frymë më të shlodhur në Tiranë, po thesh se sa këtej. Përse? Sepse nuk është kjo frymë e luksit e egzageruar për këto vende. Por shërbimi është shumë lart. Po, dhe kualiteti gjithashtu. Ke kualitet domash që tani unë i quaj me pesyje, por nuk janë, por që i ke për një çmim shumë të arsyeshëm. Janë për të vlerësuar këto biznese që japin një shërbim kaq të mirë, janë mikpritës, edhe mundohen që të mos abuzojnë. Dhe vlerë për çfarë ofrojnë. Është një biznes në fakt në Përmet, një hotel që mua më frymëzoi të bëj projektin tim të radhës në Përmet. Më fol pak më gjë. S'dua ta përmend si emër, po besoj se është i njëjti hotel që më ka lënë shumë përshtypje edhe mua. Më duket se ta kam sugjeruar. Ta kam treguar unë. Sepse kam qenë sapo është hapur. Edhe më ka bërë shumë përshtypje shërbimi që kanë pasur. Këta janë trajnuar të ajo zonja që po prisja unë çfarë. E kam vërë dalloj shërbimit, edhe nuk e prisja për një qytet aq të vogël pa i ulur vlerat qytetit, po flas në aspektin e hotelerisë. Nuk e prisja një shërbim aq të lartë para disa vitesh kur kanë hapur ato. Edhe kualiteti e dhomave, çdo gjë. Ndërtimi është fantastik, është i bukur. Shtrimi me drasa, era që vjen aty, çdo gjë më pëlqen. Edhe ky është frymëzimi im për atë projektin tim të radhës. Unë e dashuroj Përmetin si vend. Edhe unë. Është e vështirë të mos. Edhe vazhdoj më vini natë që Korça ka më shumë punë në dimër se sa Përmeti. Mendoj që Përmeti meriton më shumë se sa. Jo, edhe Korça është e bukur. Mos e shaj Korçën. Po përmetarët mund të ofrojmë shumë më shumë, por pak organizim mendoj edhe Përmeti mund të jetë më. Jo, më duket se është në rrugë të mirë. Mendoj që është në rrugë gjatë mirë. Edhe janë biznese si
ky biznesi që po flasim bashkë që mund të them që kanë shumë merita për një arsyeja që pse po rrit standardet vetë për meti si vend. Ta ishin të parët që e bën. Edhe jam shumë krenar, më vjen shumë mirë. Edhe mendoj gjithashtu që ka punë për të gjithë dhe prandaj pata të unë frymëzimin të bëj diçka të ngjashme. Pra një hotel nëpërmet këtë herë. Jo thjesht një bed and breakfast siç mund quhet kjo që kam në Tiranë. Edhe me këtë po punoj tani. Një vit e gjysmë gati, po zgjat. Sepse ne I bëjmë gjërat me rregull dhe ndjekim gjitha procedurat e duhura. Po. Kjo I mungon shumë në Shqipërisë, kështu që duhet. Po, brenda rregullave. Është drejt fundit, ka dhe shumë punë. Në gjysmë rrugës. Unë jam duke pritur lejen e ndërtimit tani, kështu që jemi akoma nga fillimi. Është një proces I gjatë, por që gjërat duhen bërë saktë. Them një vit e gjysmë që kur nisi ideja që çfarë të bëja tjetër, sepse bed and breakfast këtu është në kapacitetin e vet maksimal, sepse aq që ka punën time mendoj që e bëra. Je I kënaqur nga kjo që jam I kënaqur, jam shumë I kënaqur. Nëse do kisha mundësi të shtoja më shumë, do shtoja dhe do ruaja të njëjtin kvalitet, por që mundësitë këtu për këtë që janë shumë mirë. Edhe sajesat nuk më pëlqejnë. Kështu që preferoj ta lë siç është. Edhe lindi ideja për të bërë një projektin nëpërmet. Projekti nëpërmet si fillim kishte shumë vajt I ardhje për të zbuluar tokën dhe vendin perfekt. Që është çike vështirë për ta zgjedhur. Edhe kjo mund të ketë zgjatur diku disa muaj, thjesht bëja vajt I ardhje. Shikoja disa opsione, kthesha prapë. Gjeta vendin, me kursimet e 2 viteve bleva tokën, me çdo lloj kursimi që mund të bëja, paguaja inxhinier, arkitekt, procedurat e duhura. Është e lirë toka nëpërmet. Nëse është truall ndërtimi, jo. Po ndërtoj në vend që lejohet ndërtimi, pra është truall ndërtimi. Edhe nëse është tokë bujqësore, normalisht është më e lirë. Pra, nuk diskutohet të krahasuar me Tiranën ose çdo gjë tjetër, mendoj. Mendoj që është mundësi investimi shumë e mirë. Qoftë për këtë mendoj për gjitha vendet si qoftë Pogradec, Korçë, Berat, uroj që të gjithë të kenë këtë gjë që të investojnë, pastër edhe të punojnë me integritet. E mendoj që dihet diçka që do eci, sepse unë vërtet besoj që këta turista që vinë janë pikërisht për këto vende. Edhe Veriun gjithashtu, por si për metit dua të shtym shumë për metin. Pra, jam te pjesa përfundimtare. Pse kjo dashuria me përmetin? Detyrisht unë përmetin e kam dashur shumë vonë. Kam filluar ta dua vonë për shkak se kur isha I vogël, mbaj mend kujtimet e mia ishin thjesht rruga e tmerrshme që gjithmonë më zinte makina dhe nuk mbaronte kurrë babi që jepte makinën si një bab. Edhe gjithmonë arrija dylli verdh nëpërmet, nuk mbaj mend çfarë ndodhte përdallë. Derisa fillova të shkoj nëpërmet me kushërinë e mi, fillova të shikoj bukurinë e vendit që se kisha parë kurrë përpara, pavarësisht se kisha shkuar gjithë ato herë. Të duket sikur po e shef për herë të parë. Më duket fiks sikur po e shikoja për herë të parë. Habitesha thoja, unë mund të eci 5 minuta dhe mund të filloj të ngjis një mal. E kam të fiksuar këtë mendim që atëherë më ka ngelur që mund të ecja prapë për pak dhe filloja bëja hiking një mal. Më pëlqente pafund të notoja në lum. Edhe tani mburrem them që ne të lumit jemi notar më të mirë. Po, patjetër. Ujërat termale, nuk janë për mua, nuk më pëlqejnë personalisht, por që janë për gjithë tjerë që preferojnë, është diçka që edhe në dimër mund ta bësh. Prandaj them që përmeti meriton më shumë turizëm në dimër. Po, sepse të ofron shumë. Të ofron më shumë. Ushqimi është vërtet I mirë. Ushqimi po. Njerëzit janë të mirë, janë të sjellshëm. Ka gjithmonë moll të këqija gjithandej kur thonë, por që kryesisht nuk ka një njerëz që të ketë ardhur me një përshtypje të keqe nga dikush tjetër din të mirëpresin njerëz. Është komplet si zona ajo që mikpritin e kanë pak në gjak, më të theksuar se zonat e tjera të Shqipërisë. Po. Ashtu mendoj edhe unë. Thjesht pak trajnim mendoj, edhe mund të punojnë të gjithë në këtë lloj forme. Plus që kam vënë që shumë të rinj po vendosin të rinj nëpërmet tani. Nuk e di sa me statistika gjithmonë. Por që paktën me çfarë njohim, kam dëgjuar që statistikat nuk I marrim shumë përballë. Se gjithmonë nuk e dim çfarë shihet mbrapa. Në diskutime sipër po flasim vetëm me çfarë kemi dëgjuar.
Edhe më vjen mirë pasi unë kam dëgjuar vetëm që po braktisin qytetet e vogla dhe në fakt ndoshta po braktiseshin pak më përpara, por që tani me turizmin kanë filluar të gjejnë veten dhe njerëz që më përpara ishin gati për të larguar nga përmeti, që bën sens. Ata gjak ishin ardhur në Tiranë për të bërë shkollën e lartë. Për shembull një rast studium të fiskulturës dhe shumë rast studium të fiskulturës dhe janë kthyer edhe merren me pjesën e raftingut në përmet. Që kryesisht duhet të jetë më shumë qef tani që fillojnë shirat. Pra nuk është vetëm gjatë sezonit të verës deri në shtator. Pra ka raste të tilla që po fillojnë dhe po kthehen, po përdorin shtëpitë e prindërve, po i kthejnë Airbnb, që është gjë shumë e mirë. Kryesisht shtëpitë nëse janë edhe të vjetra kanë një ndjesim autentike ndoshta. Sepse ka grupe të ndryshme, ka shije të ndryshme dhe ka turizëm për shije të ndryshme të llojeve të akomodimit. Jo të gjithë duan të shkojnë në hotele me yje, duan të shkojnë në Airbnb, duan të shkojnë në shtëpi të vjetër ose në të sapo modeluar. Varet nga preferencat. A mendon ti se po vjen ky rikthimi për arsye sepse shqiptarët po bëhen pak si më të ndërgjegjshëm, ndoshta më nostalgjik me traditën, me vendin, me po i zgjohet kjo anë apo është thjesht mendoj gjithë secili është mërhat në shtëpi vetë e para dhe e dyta mund të bëjnë lek në shtëpinë e tyre. Kjo është mendoj kryesore. Ti jemi realist. Është shumë e thjeshtë japësh një kështu artistike. Por mendoj që kjo është edhe është gjë më e ndershme për mendimin tim. Ku ka më mirë se sa ti jesh në shtëpinë tënde dhe mund të fitosh para dhe mos kesh merak për muajin tjetër që të paguash faturat, më the tash. Mendoj vetëm shqetësim për vendet si Përmeti edhe në fakt Korça nuk e ka shumë problem se ka shumë aksesi. Nuk ke çfarë bën rrugë më të mira për shkuar në Përmet, bie fjala se rrugët janë shumë të mira për shkuar atje. Ato që janë. Edhe mendoj që janë shumë të bukura ashtu siç janë. Pamja mes maleve me ato rrugët nuk dua. Unë nuk dua as t'i zgjerojnë ato rrugët, dua t'i lënë ashtu siç janë. Edhe unë. Ti i bën me motor kryesisht. Po jo, akoma, tani që jam prind edhe investimi në Përmet kryesisht, më desh të bëja disa sakrifica që nuk mendohem, do mbi koha prap. Sepse si prindrit e mi dhe unë zgjedh punoj me sakrifica dhe ndershëm për të çuar deri në fund, kështu që do mbi koha prap edhe për motorin. Por që është perfekt. Shumë grupe motoristash të huaj po vinë, ose marrin motora me qira këtu të profesionista që bëjnë enduro në Shqipëri. Marrin me qira motora, pra ka punë për të gjithë. Edhe këta grupet bizneset e tilla këtu në Shqipëri, që njëri kryesisht është më i madhi që merret, i çon në për biznese të ndryshme dhe bëjnë fjete në për vende të ndryshme. Pra, domethënë do qarkullojnë në për biznese të ndryshme gjithsesi. Nëse të gjithë bëjnë punën e tyre sakt, do mund të pasojnë, si të thuash, jo të shpenzojnë vetëm në një gjë, por edhe në akomodime, në restorante. Mund ta zgjerojnë atë rrezën e kontributit. Eksakt. Më pëlqeu kjo shpreha që the ka punë për të gjithë. Jo të gjithë të rinjtë të kanë këtë bindje. Nga të ka ardhur ty kjo? Beson se e ke të trashëguar nga familja, je thjesht si individ, apo je person që normalisht je një person që sa vjeç je tani? 29. Je për të marrë shembull. Sepse ke ngritur një biznes, je duke hapur një biznes të dytë, edhe me sa të njohun besoj që do jetë një sukses edhe ky tjetri. Ke një disiplinë fort, dhe jo të gjithë e kanë në këtë moshë. Ideja që unë them gjithmonë është që unë nuk jam self-made. Nuk e kam dalë vetë nga zero që arrita këto. Pra unë kam patur suportin e prindërve. Dhe prindrit e mi nuk janë milionera kush minja. Janë njerëz që kanë punuar nga 2 punë më përpara, e tani vetëm një. Zgjohen në 5-6 mëngjesit dhe mbyllen në 11-12 darkës. Pra të frymën e punës janë munduar të ma kalojnë gjithmonë edhe do donin të isha dhe unë aq punëtor sa ata, nuk jam, por që dua punën dhe mendoj që ka hapësira për të gjithë. Të gjithë kemi momente që nuk ndjehemi sikur do dalim ose diçka, por që unë kam patur suportin e atyre gjithmonë dhe ka qenë gjithmonë më e lehtë kur ke prindër që janë aq të fokusuar ndaj punës. Pra është e vështirë të qëndrosh poshtë nëse ke atë lloj motivimi nga mbrapa. Është e thjeshtë të qëndrosh poshtë kur helmohesh nga interneti dhe nga social media. Por nuk mund të marr merita për këtë pjesë kur
kam patur atë lloj shtyse nga mbrapa gjithmonë. Madje dhe idenë e Tiranës, edhe idenë e Përmetit. Okej, ideja e Përmetit ishte pak inicimi imi, por që në diskutim prapë me mamën e sipër që i them çfarë të bëj tani. Unë ëndra kam patur gjithmonë në plazh, e po diskutonim gjithashtu edhe mami dhe po diskutonim opsionet, që sa mund të kushtoj kush e di një tokë në Himar ose Himarën preferonim ne, se nuk duam luksin e tepërt. E gjithmonë kemi preferuar Himarën që ka qenë gjithmonë më e qetë dhe më familjar. Duke parë variantet i thjesht i them, po pse jo në Përmet? Kush e di sa lirë mund të jetë atje dhe ne kemi njerëz, mund të jetë më e thjeshtë, mund ta ndihmojnë për të na orientuar. Plus që është edhe një vend që të jep hapësirë që të kesh turizëm gjatë gjithë vitit. Atë mendova dhe unë. Plus si pas profesionistes që kemi përmendur shumë herë deri tani, është shumë herë më vështirë të rinisësh një biznes çdo sezon, se sa të mbash një konstancë gjithë vitin. Kështu që merita kryesisht i shkon prindërve të mi, se unë do isha thjesht një dizajner tani në Suedi, nëse gjërat do kishin shkuar ashtu. Ja me shumë mundësi mizerueshëm atje tani çfarë është tetor tani, do ikte dielli edhe motoret nuk do jepja dot se atje janë ngrica. Kështu që Të mungon kjo ana e dizajnit? shumë pak. Me thënë të drejtën shumë pak. E praktikoj pak për bizneset e mia, edhe të prindërve, por që më shumë se aq nuk do preferoja. Është më shumë lifestyle-i që më shijon tani që më bën të mos e kërkoj më. Ndihem shumë i lumtur që kam liri të lëviz si të dua dhe jo të rimbyllur para ekranit. Më mirë punoj 7 ditë në javë siç bëj, edhe nga pak, se sa të rri përpara ekranit aq gjatë. Ergi, ti je bërë prind së fundmi. Jeta jote normalisht ka ndryshuar 360 gradë. Na fol pak për këtë eksperiencën. Është fiksisht tuati 360 gradë. Sepse sa mësosh, rikthehesh atje ku isha. Në sensin që mësosh me iden, nuk është aq keq, e thjesht vazhdon jeta. Thjesht me një krijesë që të do aq shumë dhe ti jep aq shumë dashuri. Është shumë e frikshme në fillim. E di që mua në spital më vun emrin Babi Qyqan. Se vetëm qaja. Bëj konkurrencë me babyn, my babyn apo babin? No, baby ishte shumë i mirë, nuk u ndjente, thjesht erdhën doktoresha dhe thanë, "Ha babi, ndalove si qari" dhe vinin her pas here më vun dhe nickname-in që unë jam Babi Qyqan. Pse qaje? Po unë jam njëri emocional. Vrull emocionesh, si e përjetove? Ishte një vrull emocionesh. Atëherë kryesisht ishte pak aventurë se gruaja në moment fundit u desh të shkonte për cezarian sepse nuk po ja dilte dot, ishte situatë kritike që do të shkonte cezarian. Unë aty ishte paniku im kryesor se nuk ishin përgatitur për atë gjë, u bëra merak dhe filloi shqetësimi për gruan kryesisht që çdo gjë të shkonte okay. Edhe doli në fillim që aty u shkova direkt se ishte në karrocë kur po e nxirrin dhe unë shkova te gruaja dhe të thonin dhe doktoreshat që shiko bebin një herë, kupton që kisha merakun, domethënë gjithmonë ishte shumë e papritur edhe e kisha merakun që do ishte okay. Pastaj normalisht mbajta çunin e mbajta në fakt kur shkuam deri te dhoma lart, nuk e mbajta fare në moment e pash thjesht. Nuk di ta shpjegoj. Po është ndjesi e bukur. Nuk kam pjetur 2 ditë. 2 ditë e para kisha shumë vështirë të flija, rria shikoja merr të frym, se nuk ishte se kisha eksperiencë dhe po ja dilnin vetët duke qenë se ishte cezariane, nuk mund të lëvizte, edhe më duhet bëja gjëra, unë s'kam dashur kur fëmijët, nuk kam mbajtur kur fëmijë, nuk kam mbajtur kur bebe, dhe jo për më tepër. Bebi erdhi si surprizë apo jo, ishte dëshirë. Edhe nuk jam dirë ndonjëherë kështu për një krijesë, për më tepër që s'kisha eksperiencë fare. Duhet ta ndroja unë i shtypja atë butonin doktoreshave dhe thonë, kjo është vetëm për emergjencë. Emergjencë është sepse s'di ta ndroj, ti duhet më mësosh, më kupton. Je bërë një ekspert pampercish. Po. I ndroj më shpejt. I ndroj më shpejt, pastër, edhe kam shpëtuar nga shatorbani që lëshon nëse. Por gjë kështu, tani që është 5 muaj është dhe më qef, se në fillim është thjesht patate, qan, gjumë është gjumë. Si e shef të ndryshimin që e bërë prind, se normalisht duke qenë edhe me standardin aktual je një prind i ri quhesh, ndryshe nga brezat e vjetër. Mua më filloi fati prap, që pavarësisht se unë doja Përmetin të mbaronte shumë më shpejt si projekt. Më qelloi fati që nuk më doli leja ndërtimit, se unë pretendoja që do isha duke punuar. Por kam shijuar rritjen e çunit dhe kam qenë prezent në shtëpi
Edhe jam shumë i lumtur që kam qenë prezent në shtëpi dhe e kam parë teksa rritet. Imagjino, unë shikoj foto para ca muajsh dhe ka një ndryshim shumë të madh, është një rritje shumë e shpejtë. Edhe dua të shijoj çdo moment. Dua mundësisht as çerdhe dhe mos shkoj, dua që të kaloj kohë me të. Është shumë plotësuese në një lloj forme. Nëse do doja të zgjidhja, prapë do doja të zgjidhja këtë jetën që kam. Dhe di që është e vështirë për njerëzit që të ndajnë mendjen ose Shumicës moshatarëve tuaj duket si Moshatarëve të mirë është, po. kufizim, jeta mbaroi aty. Unë hapa Ju lojën. duket si pengesë. Nga shoqëria ime mund të them që hapa lojën, domethënë. Tash mund t'i sigurosh që nuk është aq. Nuk është aq keq, por varet është ndryshe për të gjithë, besoj. Besoj që do fillojnë tani avash avash. Kemi nga ana e gruas kanë nisur, presim shok për bebin, po kështu nuk kam shok fare për bebin. Po mund të jem unë, është okay. Do e fillojmë direkt sa të filloj të eci, kam bërë planet, më kuptoni, kam bërë planet që tani motorist. Përveç këtyre planeve që ke bërë motoriste dhe më the tash, çfarë do të dëshiroje ti mësoje fëmijës tënd, djalit tënd, duke qenë se jemi në një shoqëri në një epokë të errët, le të themi, se çfarë po shohim në aktualisht. Mua më pyesin çfarë do të doja të bëj. Edhe unë i them Jo, gjithmonë. nuk të pyes në këtë aspekt. Unë i them gjithmonë, unë dua që të jetë njeri i mirë, edhe nuk kam pritshmëri fare. Dua vetëm që të jetë njeri i mirë. Integritet, respekt për njerëzit, të jetë i sjellshëm, i mirë për veten e vet. Më kupton? Nuk kam asnjë pritshmëri tjetër. Vetëm të jetë fëmijë i lumtur. Çuni imi i qeshur, të mos e vetëm qesh, edhe më kënaq. Nuk dua asgjë tjetër. Pritshmëritë janë ato dhe shumë gjëra të tjera janë gjëra që neve sot e kësaj dite që nga prindrit mund t'i kemi akoma në kokë ose si pengje ose diçka tjetër. Kur kështu, mendoj që mund të arris pa pengje, edhe pa stresin e pritshmërisë që mund të bëj çfarë doj. Përsa ko nuk është barra shoqërisë, mund të jetë çfarë doj. Përveç aspektit profesional, po flas si e shef të vështirë rritjen e tij, duke qenë se jetojmë në një shoqëri që nuk është në momentet më të mira, le të themi. Po cilat janë zgjidhjet? Unë tani për shembull e kam foshnjë, kështu që mund ta izoloj. Më vonë mund ta mësoj si të përballoj dhe të kuptoj situata të ndryshme. Gjithmonë do duhet të përballet me situata, gjithmonë do ketë drama në shoqëri, do ketë gjëra imoralshme të pamoralshme në shoqëri, do ketë gjëra që neve nuk na pëlqejnë, por mund të mësojmë si të bëj ballë situatave të ndryshme edhe si të kuptoj, kryesisht si të kuptoj. Sepse nëse s'është kjo do jetë diçka tjetër, edhe ti nuk e mbron dot gjithmonë. Kështu që kryesisht ti kuptoj dhe të arritën të dalloj se çfarë është mendimi i tij, edhe jo mendimi i imponuar. Çfarë do doje ti që djali jot të merrte shembull nga ti? Këtë pyetje nuk Po flas në aspekt afatgjat. Se di. Paktën nuk e di, nuk e kisha menduar ndonjëherë, po do thoja ti marrë gjërat me humor. Humori zbut të gjitha, kështu që sado gjërat të vështira mund të jenë, nëse e lëndojnë ose çfarë do qoftë, nëse i jep pak spin humori dhe mund të bësh diçka për të qeshur, ndoshta do e bëj më të thjeshtë situatën. Këtë gjë ndoshta. Kjo gjë më ka mbajtur mua të paktën situata të vështira, kështu që ndoshta mund ta ndihmoj atë. Nuk e di çfarë tjetër, nuk e kisha menduar. Nuk e di a është përgjigje e mirë kjo. Jo, përgjigje është ajo çfarë ndjen. Çdo përgjigje që vjen nga shpirti është nuk mund të japim për kufizime mirë e keqe. Për sa kohë ja del ballë situatave të ndryshme, për mua është okay. Unë mendoj që ja kam dalë ballë deri diku okay, ka më mirë. Por që mendoj që kjo gjë mund ta ndihmoj. Ta kaloj pak në aspekt filozofik. Si e shef ti jetën aktualisht? A ja vlen të jetohet në kuptimin jo kështu tragjik? Po duke qenë se jetojmë në një periudhë kaotike, le të themi. E jeton jetën çdo ditë me atë dëshirën për të jetuar edhe për të arritur ato objektivat e tua? Apo e shef pak të zbet këtë aspekt?
Se shoh shumë të rinj që nuk e kanë më atë dëshirën për të jetuar, për të arritur qëllime. Nuk e di pse të rinjt nuk kanë këtë gjë. Po për mua të paktën, objektivat e mi janë thjesht, unë e them gjithmonë në anglisht këtë gjë, se flas për gruan gjithmonë që a means to an end. Janë thjesht që të më mundësoj mua, familjes time, mundësitë që ne të bëjmë çfarë të duam. Pra jeta ja vlen të jetohet siç dua unë. Për çdo njeri, ja vlen të jetohet për një jetë si ta duash ti. Unë dua një jetë qetë, modeste, me ato gjëra, pak gjëra luksi që i kanë qef që të gjithë, se është një lloj kënaqësie që merr, por nuk duhet të bie shpreh, jam shumë dakord, por që janë disa gjëra nice që të gjithë i kanë qef që duan t'i kenë, por do një jetë të qetë, modeste, të mos njohë njëri, edhe të kaloj vetëm me familjen dhe me njerëzit që unë dua. Duke ngrënë ushqim të mirë, pra të gjithë e kupton gjëra të tilla të ndryshme, eksperimen ose prandaj janë objektivat, që ti të arrish të jetosh një jetë që ti do, por jo të biesh prej gjithmonë se njeriu mund të jetë i pangopur. Unë preferoj të kënaqem me jo aq pak sa të tregoj modest tani, kam dhe unë disa dëshira të mia që mund të jenë pak ashtu, por që e mira nuk ka fund. Instagrami ka bërë njerëzit kërkojnë gjithmonë më shumë dhe standardet të rriten aq shumë sa janë dorëzuar në një lloj forme me idenë se ndoshta nuk mendojnë që s'mund t'i arrijnë kurrë këto. Por ato nuk është, ndoshta nuk është standardi që ti do doje ti to. Është gjithkohës një reklam demotivuese. Por të është imponuar. Kam qenë dhe unë prej kësaj gjëje, jam ndikuar edhe unë dikur, por ndonjëherë thjesht të ulësh kokën dhe të punosh dhe edhe të mos shohësh fare majtas djathtas, por ose të shijosh ato gjërat e thjeshta që thej ti ato përsheshin me kost, një perëndim dielli. Por unë mendoj që ndonjëherë duhet të mundohesh pak më shumë. Unë thoja dikur që të bësh si ai kali që ka ato që vazhdon vetëm drejt, është më e thjeshtë, do arrish më shpejt objektivat e tu sa të shikosh dhe oborrin e komshiut dhe shikosh që mbaresh me jeshil andej. Bëu si kali, vazhdo shiko punën tënde dhe do shikosh pastaj një ditë që sa shumë ke arritur. Çfarë gjërash na shqetësojnë ne shqiptarëve? Çfarë të mërzit ty? Më shumë. Kryesisht në Tiranë, në Shqipëri, cilat? Kudo. Trafiku është një nga temat më të diskutuara, por mua më shqetëson trafiku. Se do thoya njerëzit, por njerëzit mund të izolosh, po kupton në sensin që mund të kesh një përplasje të pakënaqshme në rrugë dhe ti pusjesh dhe jesh vazhdon para. Përse do t'i fuzosh do ndjesi të këqija vetes? Po kupton? Në trafik unë nuk jap me makinës fare tani në Tiranë. Ai ishte zgjidhja që mund të bëhe. Por që e kam vënë re që mund të acarohesha shumë, edhe më ndikonte. Zgjidh gjërat në një lloj forme që ti shmangësh. Ti kush të godet me supë në rrugë, mos u them nat. Më fal, vazhdo. Të goditi ai, ç'është problem ka? Përse ta futesh brenda jetën tënde të ndikojë më keq akoma? Kështu nuk mendoj që janë këto probleme. Zhurmat janë gjëra që janë çik vështirë të shmangësh dhe Tirana është bërë pak e zhurmshme. Shumë njerëz vuajnë me trafikun për të shkuar në punë dhe kjo e di që nuk është e thjeshtë. Unë e kam në këmbë dhe ndoshta e kam thjesht për të folur për këtë pjesë, po. Unë mendoj që trafiku është një nga arsyet që i bën njerëzit kaq të palumtur në Shqipëri, në Tiranë kryesisht. Dhe ti e nis ditën me stres. Me dikë që të shan, me dikë që të ofendon, me dikë që të godet makinën, dhe nuk kanë faj që janë të mërzitur dhe nuk janë në humor. Mendoj që kjo do të prandaj e godita direkt në trafik. E lidh shumë me lumturinë e shqiptarëve. Se e nis ditën e mërzitur. Unë e nis ditën duke buzëqeshur me çunin, duke pirë një kafe, pastaj shkoj në punë kam. E nis ditën me pozitivitet. Vetëm kjo. Vetëm kaq, sepse nga që gruaja kryesisht zgjohet më shpesh natën, unë e marr në 6 mëngjesit që të flej një orë e gjysmë para se unë të shkoj. Jo, po flas vetëm ky është shqetësimi jot. Je me fat? Unë e quaj vetëm me shumë fat. Që ke vetëm këtë shqetësim. Për gjitha shqetësimet që kam, mendoj që jam me fat. Se dikur e kisha shumë thjesht ankohesha, kurse tani thjesht jam shumë mirë. Me që dole ke ankesa, jemi shoqëri qurravice ne. Kam idenë që po nuk mendoj që është domosdoshmërisht gjë e keqe. Se një nga gjërat që nuk bën diçka për ta ndryshuar situatën, edhe vetëm ankohesh. Edhe sikur mos bësh asgjë, mendoj. E di pse? E di pse unë edhe shumë bashkëvuajtës mit që
kemi vojtur nga mend e kokës kur ishim jashtë shtetit, është se nuk kishim atë kafën me shqiptarët tanë të dashur dhe me miqtë tanë të dashur për të quravitur. Se vetëm quravitja mendoj që të çliron, qoftë me shokët, për të qarë ato hallë ose më the. Mendoj që komunikimi dhe këto kafet që kemi ne është një nga terapitë më të mira dhe unë nuk i sheh fare shqiptarët që rrinë kafeve të flasin me shokët, ndoshta e teprojnë pak me orët e ndëtura. Por më pëlqen si gjë që thjesht ulemi, flasim. Në Angli nuk e bën këtë. Në Angli ulem, pinë dhe s'mbajnë mend çfarë pinë dhe sa pinë. Bie fjala. Po. Por që paktën në eksperiencën time kështu ka qenë. Edhe më pëlqen të gjithmonë. Prandaj rriem kryesisht për shembull me grek. Pinë kafe dhe flasim. Sepse janë të gjashëm me ne. Janë të gjashëm me ne. Mua më pëlqen kjo gjë në Shqipëri. Edhe është pak artistike, por që kryesisht nga qarje hallësh kalon në të qeshura pastaj me kafe. Fiks të shprehje më ka përmendur dhe Eroldi që kam pasur para të ftuar para një muaji, që aktualisht jeton në Gjermani, thotë që ne që jetojmë jashtë na mungon kjo qarja e hallit. Është terapi. Që është hallat me shoqërinë, me shokët, me familjen. Kështu që le të jemi quravitës, është më mirë sa të jemi njerëz të ftohtë, siç janë kryesisht në Perëndim. Ne bëjmë terapi pa lekë. Ne bëjmë terapi pa lekë dhe më pëlqen që qerasim njëri tjetrin, që pavarësisht asaj zonkës aty në fund. Po s'ka gjë më bukur është ajo se sa ndarja me cent. Janë zëndor njerëz huajt aty këti për të paguar? Asnjëherë. Po nuk para pagu njëri për akomodime ashtu për tjerët. Mbaj mend njëri isha te Konadi duke bërë pazar edhe ishin 10 çuna italian përpara. E dija shumë mirë. Përpara se të ndodhte kjo që do them, e dija shumë mirë. Ishte bërë radhë masive e thotë ajo totalin 90 e ca. Dhe këta fillojnë që të gjithë mbledhin kaq bëri me makinë llogaritje një herë, fillojnë të mblidhte lekët e secili para se të bënte pagesën. Po vonoheshin, u bë kaos, që tim dhe kaq, kështu po i mblidhin, nuk guxonte që ishim shqiptar, paguaj unë, rregullojmë më vonë. Në mos nuk i merr fare, rregullojmë më vonë. Ata nuk e bllokuan aty komplet, nuk e lëshonin fare. Kështu që nuk është aq e egzageruar se ashtu është. Kështu që është bërë një glorifikim i këtyre perëndimit si njerëz më të mirë ose ku ta di unë. Ka qenë gjithmonë. Ka qenë gjithmonë. Me atë mendje shkova, këta duhet të jenë njerëz më të mirë. Nuk janë. Pse? Nuk jam dakord që ti mirëpresim si Zoti kur vin këtej, se ketë pasjellshëm sa duash që nuk duhet toleruar në bizneset tona. Ne jemi mikpritës, jam shumë i sigurt që të gjithë shqiptarët po i mirëpresin këta njerëz. E ke parasysh që më thej që mikun tënd e ngatronin për tuaj dhe i flisnin mirë? Shumë mirë flasin që të gjithëve, por ketë ca që sillen vërtet keq. Ja dhe është biznesi yt, shtëpia jote. Rregullat i vendostin në fund. Po, është prap një frazë që vë diskutonte zonja e hotelerisë që thotë, a vlen më fraza që klienti është mbreti. Më ka ndodhur një herë edhe mua një situatë e tillë. Ka qenë një klient shumë i këndshëm, le të themi, në sjelljen e vet. Edhe kishte ca pretendime jashtë realitetit, edhe më thotë që kaloi edhe për mendimin tim në aspektin ofendues, pavarësisht se ai nuk e kuptoi atë anë, se ashtu ishte ndërtuar si individ dhe ashtu e kishte mënyrën e të folurit, e të shprehur. Edhe më thotë që klient do t'jap një këshill, tha. Normalisht nuk e mora për bazë. Unë jam me hapur ndaj këshillave pa diskutim. Tha klienti është gjithmonë mbret. Edhe unë i përgjigjem që klienti është mbret deri në pikën që ka të drejtë. Kur nuk ka të drejtë, s'mund të jetë mbret, edhe të shkel në parimet edhe në vlerat e tua si biznes edhe si individ. Shumë e drejtë. Shumë saktë. Nuk e di çfarë mund të shtoj më shumë, se nuk kam çfarë shtoj më shumë. Po shqiptarët e kanë pasur pak të si mangësi. Kjo mirësjellja e tepruar, kjo që përmend edhe ti që me që është i huaj edhe. Po, kjo gjë nuk më pëlqen. Pse ta tolerosh aq shumë? Ka ndryshuar? Unë kam bërë. Besoj që po. Besoj që po dhe jam shumë i lumtur për këtë pjesë. Urojmë mos ta teprojmë, sepse prap ka dy drastike, duhet të ruajmë një balancë. Por që këtë gjë po, sepse më bezdiste shumë ideja, si për veten time edhe për tjerë, që pse është ky më i mirë se unë? Pse është ky më i mirë se ne?
Duhet t'i shohim gjërat më objektivisht. Thjesht njerëz, sillen sjellshëm, sillu sjellshëm, mirëpriti, shërbeu siç ke për të shërbyer. Aq. Por asnjëherë këtë shkelim me këmbë kam shumë bezdi, kam shumë probleme. Po. Sepse ka ca që thjesht përfitojnë, më kupton, nuk është se din cakun si di shumë raste për shembull që nuk ka ndodhur te unë, por di ka biznese të tjera që a mund të marrë dhe një çik më shumë nga kjo, për shembull në mëngjes, a mund të marrë dhe një çik më shumë nga kjo, edhe mbushin vasketën dhe marrin ushqim për gjithë ditën nga ushqimi i mëngjesit. Është e pasjellshme, është e pahishme, ti nuk mund ta bësh atë lloj gjëje, por këta e bëjnë se kanë problem. Sa më shumë kështu i hap rrugën, aq më shumë do të përfitojnë. Po, është natyra njerëzore. E kam lexuar diku që kishin shkruar edhe në review që u bezdis pronari që ne morëm mëngjes me vete. Po, bezdis pronari që morëm 3 vakte me vete. Kështu që pronari mos të presi që ti të shkosh te restoranti pastaj të hash drek ose darkë. Ergi, çfarë të mungon ty nga shoqëria? Në rast se kthehesh mbrapa edhe shef këto ndryshimet si ka qenë edhe si është aktualisht. Ka ndonjë Mua më gjë mungojnë që shokët. Shokët kanë ikur jashtë, më mungojnë shokët. Kaq. Shoqëria? Asgjë. Po pse mund të jam shokë? Ti je shok në anën tjetër të Tiranës me këtë trafikër si të shkosh në Londër. Domethënë, për shoqërinë në përgjithësi që po thua, nuk është se në punën time dhe në rrethin tim shoqëror, nuk është diçka që do më mungon ose. po në rrethin tënd shoqëror ka ndryshuar marrëdhënia? Mos ka qenë më e fortë ose ndoshta më e çiltër më përpara dhe tashmë ka ndryshuar? Me shokët e ngushtë jo, vazhdon të jetë e çiltër. Ne vazhdojmë të jemi të njëjtë të Taiwan që ishim të vegjël kur bëhemi bashkë, thjesht është ideja që të mblidhemi bashkë tani. Forma e argëtimit është më e vështirë që të mblidhesh tani se sa më përpara. Pra ata që janë jashtë po. Por forma e argëtimit jo. E ke parasysh janë ca video tani që kanë dalë që bia IQ-ja sapo takohemi. Fikse ashtu është. Por që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë, edhe kjo gjë e bën goxha të vështirë se unë nuk dua të bëj shok të rinj, dua ata që kam për ata për një jetë më të mirë. Ergi është shumë strikt, nuk do më shok të rinj. Po barriera në atë lloj forme, por që bie fjala gjithmonë që shoku ngushtë është shoku ngushtë. Nuk është e thjesht ti je rehat vetvetja dhe aq çiltër me dikë që do e njohësh tani. Vetëm me ata mund të jem normalisht. Se të rish vite që të bësh është punë më vete. Është si ta hapësh një biznes nga e para. Biznesin me gjithë shef. Është më argëtim të mësojmë procedura të reja, ligje të reja, se sa të hapësh me dikë tjetër emocionalisht. Diçka që nuk e bën. Çfarë objektivi ke vënë ti vetes përveç hotelit të rinj përmet? Jo vetëm në aspekt profesional. E di çfarë, do të tingëlloj e thjesht, por unë kam ëndër të bëj shtëpi të rehatshme dhe të madhe. Ky është objektivi im pas përmetit. Dua një shtëpi të madhe, që i ka të gjitha brenda, dua një familje të madhe, nuk dua të mbaroj me një fëmijë, dua disa. E thirrje për nusën, bon gati. I kemi ndarë gjërat, i kemi ndarë. Ajo do një vajzë, unë i kam thënë, me shumë mundësi do qelloj i dyti shumë, kështu që 3 do kemi gjithsesi, kështu që uroj për 3, shpresoj për 3. Edhe dua thjesht të kaloj kohë me ta dhe të shikoj botën me ta. Unë jam ai prindi që jam më paranoiaku, përsa i përket rritjes, apo bëj saktë, apo bëhet çdo gjë okay, kështu që jam shumë i lumtur që është më fort gruaja në këtë aspekt. Edhe e di që mund t'i mbijetojmë dhe 3 të tjerë, e di që mund t'i bëj udhëtimet me avion, ja kemi dalë, edhe dua të eksploroj botën me ata. Derisa të largohen dhe mos na e varin, mund ta shikojnë vetë pastaj. Por që këtë dua të bëj. E thjesht shijoj. Edhe të mirëmbaj bizneset që kam. Se shumë njerëz ja varin, është e thjesht mos i përkushtohesh me punës. Thjesht ruan një cilësi, ruan një kualitet, dëgjon klientët, pra jo të gjitha review-t e Po si mund ta ruajmë këtë pikën? Çfarë këshille jep ti? Sa është ky mentaliteti që arrihet maja, le të themi, kam arritur këtë standard edhe tash ja varin punës. Ose lodhen me punën. Edhe bie kjo cilësia e shërbimit ose
Tani nuk e di të them nuk jam i sigurt se përgjigje të jap për sa i përket projektit në përmet, se shumë herë më i madh se çfarë më duke bërë dhe kjo këtu. Po flas si koncept për përgjithësi. Tani si koncept, di të them për këtë këtu, thjesht ruaj kualitetin e punës, shpërblej mirë, paguaj mirë punëtorët, sigurohu që çdo gjë është okay, dëgjoje feedbackun gjithsesi, nëse ka diçka që për të rregulluar, pra informacioni vjen aq thjesht kur ti duhet të ndryshosh ose të rregullosh diçka, saqë thjesht ndryshohet dhe rregullohet. Mirëmbaje, lyej, bëj çdo detaj, kujdesu për detaj që diçka duhet rregulluar, rregullohet, duhet ndruar një, se di. Paktën për mua ka qenë thjesht në këtë aspekt, se i kam vendosur për shembull një listë gjërat që duhen kontrolluar, thjesht i kontrollojmë edhe i ndroj. Një herë në vit i lyej, i mundojmë të mbaj të reja konstant. Edhe më duket e thjesht mirëmbajtja. Më e vështirë është të ndërtosh diçka nga e para sa ti mirëmbash mendoj. Thjesht mos u Ky është një kurse. koncept që e kemi mangët në përgjithësi, e kam vënë re. Që më parë preferojmë të rindërtojmë sesa të mirëmbajmë atë që kemi. Mendoj që kualiteti i mirëmbajtjes ndoshta bie se nuk kanë më frymëzim mjaftueshëm nga ajo si biznes. Edhe mendimi im është që unë si duke kaluar të tjetra. Kaloj të projekti radhës. Unë pasi e ngrita dhe mbarova, thash çfarë do bëjmë tani këtu? Vazhdoj të projekti radhës. Është risk gjithmonë, por më mirë risko, provo edhe nuk e pendesa dhe të mban gjallë, prova e diçka e tërë. Kam një person që njoh, që është biznesmen, e quan si Bixhozi. Nuk jam Bixhozi, thot ky personi, por Bixhozi im është hap një biznes të ri. Edhe këtë bëj. Ku ka gjë më të mirë? Nëse do të ecësh përpara, do të bësh më shumë gjithmonë. Nga kush ke marrë këshillën më të mirë për biznes? Ose edhe në jetë? Për biznes, dhe pak kështu klishe, se është një nga personazhet që përdoret më shumë në Shqipëri, domethënë për trajnime biznesi, po. Vasil Naçi i Pepsit, Agna Group, te ai ka të shkruar një tabelë me vlerat. Edhe unë akoma isha shumë i ri dhe isha çik me arrogancën e një çunit të ri që erdha nga Londra, biznese, gjëra. Por një nga fjalët që ishte shkruar aty ishte integriteti, që unë tani e kam shumë pjesë të rëndësishme të fjalorit tim edhe të mënyrës si jetoj jetën. Edhe ai është një nga shembuj që ndjek gjithmonë. Jo në sensin e llojit të punës që unë do bëja ndonjëherë diçka të ngjashme, por si të punoj. Si ti trajtoj njerëzit. Sa do lart të jem nëse jam një ditë aq lart, ti trajtoj njerëzit në atë lloj forme që i trajton edhe ai gjithashtu, domethënë. Thjesht mos u humbësh sensin me humanitetin. Kryesisht ti të mbetesh një njeri i mirë. Është shumë e lehtë të marrë kokaerë ndoshta. Për mua e rëndësishme është të gjesh kënaqësinë gjithashtu edhe në gjërat e vogla. S'po them asgjë që nuk është thënë përpara. Do të thënë gjitha shprehjet që janë parë në një video inspiruese në Instagram ose ku ta diun që të kanë dalë gjikundi, por që është realisht thjesht kjo. Jo, problemi është se këto video dhe këto shprehje dalin kudo, po pak i ndjejnë edhe pak i vënë në punë realisht. Se është e thjesht që ti shohësh kështu si slogane, por do ti po është tjetër praktikosh. gjë që ti praktikosh. Të punosh me Vlera veten. vjen kur këto praktikohen. Kam përshtypjen që njerëzit janë mësuar aq shumë duke parë të tjerë të jetojnë jetën e tyre në Instagram, saqë harrojnë të praktikojnë ato gjëra dhe të vetja e tyre. Mendoj që kjo duhet të jetë një arsye pse njerëzit nuk i zbatojnë ato gjërat që i lexojnë. Ose bie ndesh me atë që janë realisht vërtet. Ti mund të jesh çfarë duash, thjesht nëse ke diçka dhe do ta praktikosh mund ta bësh. Thjesht mendoj që ka një gjë në tru që nuk i lejon ose nuk është e thjeshtë, se quhet një slump që nuk e ke të vështirë të dash, se duhet një forcë, duhet një diçka. Po integriteti nuk mësohet, mendoj unë. Mund të zgjohet ndoshta. Mund të zgjohet, mund të dalë diçka që mund të ndodhi, nuk e di. Unë besoj të mira, mendoj uroj të paktën që gjithë ata që kanë sa do mirësi brenda të paktën të zgjohen, t'ju zgjohet ajo ose është në errësirë dikush do t'i udhëzoj drejt asaj. Si mund ta zgjojmë të mirën te njerëzit?
Për shembull ti të rrethi jot që shef, ose që ke rreth vetes, mund të kesh individ që jo 100% e nxjerrin në pa të mirën që kanë. Kryesisht të them të drejtën nuk mundohem në rrethin tim të afërt, nuk mundohem të ndryshoj asnjëri dhe nuk do mbaja dikë që është negativ në një lloj forme, por thjesht nuk mundohem që asnjëherë mos ta kthej dikujt me tjetër monedh. Kjo është gjë më e mirë që mund të bëj unë, që dikush mund të bëj diçka të keqe, edhe pa bëhet gati t'ja kthej mbrapsht dhe unë nuk ja kthej mbrapsht dhe kjo mund të jetë ndoshta një lloj forme që të zgjohet ajo e mira, nuk di formë tjetër, por po mundohem ta praktikoj. Gjithmonë më shumë të jem dhe unë për veten time njëri më i mirë. Të gjithë jemi helmuar nga Instagrami kështu që po shërohemi avash avash. Shpresoj që ta bëjnë gjithë pak nga paktën. Mendoj që të gjithë do kenë në një lloj forme ose në një tjetër, do kenë një lloj momenti në jetën tyre, mendoj, që do zgjohen edhe nuk është asnjëherë vonë. Thjesht kaq. Mendoj që gjithmonë do të ndodhi diçka në jetë që do zgjohesh nga kjo slump që je. Shpresoj. Ergi, më thuaj një mesazh për shoqërinë. Duhet ma kisha thënë përpara këtë, që duhet të them një mesazh për shoqërinë, që ta kisha menduar shumë herë. Unë askujt nuk ja them pyetjet më përpara. Ose çfarë duhet thotë, se më duket sikur nuk shprehet lirshëm, se po të rish të përgatisësh ti një pyetje të bukur, një përgjigje të bukur, pastaj nuk del aq shumë e sinqertë. Po do jetë diçka, besoj që do e bazoj te mirësia. Edhe nëse nuk besojnë në Zot, të paktën të bëjnë mirë, edhe jam i sigurt që do e ndjejnë mbrapsht, do ju rikthehet në një lloj forme, në mos nga dikush tjetër, thjesht do ndjehen mirë me veten e tyre në fundit. Uroj të jetojnë jetën e tyre me integritet, dashuri edhe duke ja forcuar vetes në një lloj mënyre, jam i sigurt që do ndihen shumë herë më mirë se sa ti ushqejnë vetes vrerë. Larg Instagramit. Larg mediave në përgjithësi sociale, jo vetëm Instagram. Mbaj mend në 9 vjeçare, ne kishim atë drejtoreshën angleze që po të thoja. Ajo vendoste ikonën e smiley face-it të printuar në mur në çdo klasë. Edhe e linte aty, e thoshte. Arsyeja që e lë këtë është sepse edhe një smiley face i thjesht në mur mund të nxjisë një buzëqeshje dhe të bëjë ty më të lumtur. Edhe më pozitiv në një lloj forme. Pavarësisht se ajo ishte pak e egër, ka përshtypjen që e kishte me vete njëre, si duket. Ta shikonte në çdo klasë lumturinë edhe ajo. Por që mendoj që nuk është pas... Po është e vërtet, një sjellje e mirë është ngjitse. Atë mendoj dhe unë. Vetëm kaq. Mendoj që kjo zgjidh shumë gjëra. Si për veten dhe për komshiun edhe për çdo që ju rrethon, por duke nisur me veten. Edhe për atë që të bllokon rrugën. Me që e ke probleme ke trafikun. Te parkimi që ti ke paguar, nga garazhi të dikush ka parkuar. E di. Nuk e di të them, do zgjidhet trafiku. Me skuter ajo, por ndoshta me biçikletë tani. Ose me këmbë. Ose me këmbë. Në dimër nuk arrini dërsitur në punë, vetëm në verë. Ergi, unë të falenderoj. Ishte bisedë e këndshme. Shpresoj që të vi sa më shpejt te hoteli, që të lej një review aty. Duhet të jetë 10 se s'bën. Shtove një arsye më tepër për të ardhur në përmet. Super. Faleminderit, ishte kënaqësi ti isha këtu. Edhe besoj që do takohemi në biseda të tjera, në arritjet e tjera që do bësh edhe. Në kafe po, domethënë kur të duash. Edhe këtu jo vetëm Tu kur të kem mbaruar përmetin ndoshta. Edhe të shikojmë aty i kem mbajtur fjalës që do rrimë aq edhe nuk do babzitem.